Një nga plagët e Durrësit është industria e peshqimit, e cila ka një historik të kahershëm me qytetin, sepse është qyteti i cili ndodhet në buzat e Adriatikut, një det i mrekullueshëm i cili ofron produktet më cilësore, shkak të cilësisë së peshkut, shijes së tij dhe gjithë. Çfarë do bëhen ndryshe? Po të kishin një qasje shumë më të mirë si politika ka shim mbështetjes së kësaj industrie. Janë aktualisht sot 140 peshkaregj ose 140 mjete lundruese, të cilat vetëm 50% ose më pak se 50% e tyre janë në funksion dhe kryejnë funksionin e tyre. Ata kanë një problematikë shumë të madhe. Problematika kryesore lidhet me çmimin e karburantit. E marrin karburantin me një çmim stratosferik krahasuar me vendet me të ngjashme të tyre, konkurrentët e tyre në rajon. Pra duke krijuar një disavantazh konkurrues, një disavantazh të madh në aspektin e punësimit, në aspektin e taksimit, në aspektin e prodhimit. Pra çka ndodh? Në qoftë se një mjet lundrues në Greqi, Malzi ose në Itali e marrin e paguajnë naftën nga 50 deri në 70 lekë së bashku me TBSH. Këtu mjetet lundruese ose ata që merren me industrinë e peshqimit e paguajnë 105 lekë së bashku me TBSH. Por në aspektin e qytetarëve, kjo sistematik prek vetëm një grupim të vogël, siç edhe ti vetë the në fillim, prek vetëm një grupim të vogël qytetarësh dhe njerëzit thonë, siç mund të ndodhi, pra ata që janë duke na dëgjuar mund të thonë që fundja, pse do të më interesojë mua pjesa e peshkaregjave apo peshkëtarëve, çfarë më ndikon mua në jetën time, në përditshmërinë time, ndryshimi i çmimit të naftës tek ata, përveç faktit që një herë në javë unë do marr peshk në shtëpi dhe po e kursej 2 lekë më shumë. Sepse në aspektin ekonomik lidhet me një zinxhir të gjerë prodhimtarie ekonomike të vendit. Pra, nëse mjetet lundruese të peshqimit do ishin në kapacitet të plot, do kishin të gjitha kushtet e favorshme për të mbështetur, atëherë do kishte një punësim shumë